Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë tani se i takon takimit të pritshëm përballjes Kosovës me Turqinë në stadiumin Fadil Vogri. Do të diskutojmë në një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne zoti Xhevdet Zeka, profesor doktor, gjithashtu drejtues i marrëdhënieve me media tek Egnatia. Shumë faleminderit, profesor, kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit juve, është kënaqësia ime që jam në këtë studio, në këtë ekran dhe pranë jush. Faleminderit shumë, kënaqësi edhe për ne. Ndërkohë, pranë përfaqësuesës Kosovës kemi dhe gazetarin e Radio Tirana, mikun e mirë të programit tonë, Ervin Baku. Baku, shumë faleminderit, kënaqësi. Mirë gjita dhe kënaqësia është gjithmonë e imja, Gjoj. Baku, për nisë më ty me qenë se jemë pranë atmosferës, çfarë po ndodh, vetë ku ndodhesh? Personalisht do të ketë fan zone, do të ketë një kërkesë të madhe për bileta deri në çastet finale nga aspekti sportiv, kur do të jetë i njohur formacioni dhe cilat janë të rejat? Do të jetë një fan zone e madhe në sheshin Nën Tereza, që mund të mbajë deri te 150.000 persona. Patjetër që nuk bëhet fjalë që të ketë më bileta, sepse gjitha biletat janë shitur. Ndoshta mund të ketë tregun e zi që gëllojnë çmimet nga 500 deri në 1.000 euro. Por unë para 2-3 orë që isha me presidentin e Federatës të Kosovës së futbollit, Hakim Ademi, sot paradite janë nisur 12 avion nga Turqia, që pra, nëse do marrim një mesatar prej 300 personash pasagjerësh për një avion, do të jenë diku te 3.500 turq, që patjetër nuk do të vinë aty po do të jenë aty te fan zona, te sheshi Nën Tereza, sepse 5% i biletave të Turqisë është tashmë e zauruar. Gjendja e çunat janë në hotelin Emerald në këto momente, janë gjithë gati me këmbë tokë, gjendja është shumë e mirë dhe ata janë të gatshëm të prodhojnë të shkruajnë historinë. Natyrisht Turqia ka 24 vjet që nuk shkon në botror, ka dalë e treta e botës në 2002, por Kosova në 10 vjet po bën mrekullim, po bën nëse sot Shqipëria mund t'i japi leksione Kosovës për sa i përket infrastrukturës, sepse me katër stadiumet e saj të mrekullueshme, Air Albania, Loro Boriçi, Arena Egnatia dhe Elbasan Arena apo stadiumi i Durrësit, mund t'i japi leksione për sa i përket zyrave, por leksione sot për një futboll të bukur, argëtues, na jep sot Kosova, që pasi ka fituar 3-4 në Bratislava, dhe gjithë të ndeshje ka shnuar, sot është gati të bëj historinë, shkruaj historinë, nuk ka asgjë për të humbur, por Kosova si zemra e Shqipërisë, si Shqipëria veri lindore, do të ketë urojmë që një nga 2 kokrat e Shqiponjës të jetë në SBA Meksik Kanada. Le të shpresojmë se do të jetë kështu. Profesor Zeka, si e pret takimin e sotëm? Çfarë mund të ndodhë? Baku thotë që është tek ndeshje, cilësitë nuk mungojnë. Jam tërësisht me ato që thot Baku, jam dakord, entuziazmi simbolik ka realiteti, që thot Baku, nuk kam çfarë të shtoj dhe të thuaj gjë, por kam një mendim që është me të vërtet një histori futbolli, thjesht është pastaj një ndeshje futbolli, i lëm të tjera, që ka shumë rëndësi jo për Kosovën, për Shqipërinë. Është një ndeshje që bën shqiptarët të lumtur, do i bëjt lumtur të ndërrojnë dhe na bën dhe ne të harrojmë dhimbjen e humbjes me Polonin, nëse madje na i dha me Elhemin, që me kualifikimin me Slovakin, na i mjekoj plagën dhe përjetuam se kemi, siç e tha dhe Baku, gjysmë e Shqiponjës, është aty për të bërë një histori. Është shumë e rëndësishme në të gjitha planet. Planet patriotik, planin e ambasadorit të paqes apo ambasadorit të vërtet Kosovës për të njohur tani në gjithë botën, është në planin sportiv, është jashtëzakonshme, po edhe në një, do thosh kështu, në një duel aty me fqinjet që fati ja ka sjellë shumë të këqij për saj, për ta fituar këtë ndeshje, për gjithë ato dhimbje, për gjithë ato tmerre që ka provuar
dhe e ka ardhur këtu me shumë sakrifica, me shumë mundim, me çuna të talentuar, madje edhe shtylla e skuadrës, 3 nga ata, 2 nga ata kryesorët janë ata që Debiazi nuk i mori fare, përveç Gjimshitit, pra Shashica edhe Ramani, që Ramani fatkeqësisht nuk luan sot, por kjo nuk e zbe asnjë gjë te Kosova. Kosova duhet fitoj, Shqipëria e fiton, po fitoj Kosova, gjithë shqiptarët. Unë jam në një prerje fare të thjesht. Shqipëria është Vlora, është Kosova, pastaj është Drevica, është Bujanovski, gjitha këto janë Shqipëri. Pastaj, por Kosova në aspektin e suksesit dhe profesionalizmit ka bërë goxha mirë, ashtu si dhe ne. Edhe ne jemi relativisht e re. Edhe ne, madje në epokën e tanishme me Silvinion, mund të themi që kemi bërë gjitha mirë, sepse shkuam në Europian, po shkojmë dhe ishim gati për dhe botrorin, bëm dhe një ndeshje shumë të mirë, e cila u dënuam për ato që humbëm, për fajet që humbëm, por është një, nuk besoj, kemi futbolist pa fund në për Europë dhe ne, dhe Kosova të Shqipëri, Kosovar të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe gjithë kund, por që po them që është një ndeshje me të vërtet delikate, shumë delikate. Po të shikojmë dhe... Formacionin e pret të njëjtë me atë që... Shumë pak do ketë ndryshime, për mos thonë të njëjtin. Zhegrova mbetet jashtë apo... Mbetet jashtë, sepse trajnerët shpeshherë kanë bindjet e tyre, subjektivizmet e tyre, bëjnë, por trajneri Foda që kur ka ardhur ka kërkuar 2 gjëra. Do më lini të qetë, unë s'ka lider të pa diskutuar shumë në kombëtare. Kombëtare ka minutazh se sa luan atje dhe kush është më i miri në moment në formën. Kjo gjë i ka dhënë edhe atë sukses që ne nuk e kemi. Edhe atë sukses sepse ne unë nuk e anatemoj Silvinjo, po nuk mund të luante Bajrami, pavarësisht se e dua shumë, pavarësisht se kam qenë kundër rrymës me sulmet që i bën a fund Silvinjës, po nuk më që s'kishte minutazh dhe s'luante Muçi që kishte minutazh. Kjo te Kosova nuk ndodh. Zhegrova s'ka minuta. Zhegrova s'ka minuta dhe grupi djemve aty kanë minuta të gjithë dhe ai ka futur pas një droje Foda ka futur futbollist të rinj që luajnë. Fisnik Aslani ka bërë shumë. Po Fisniku po se ka, Fisniku është tani futbollist i nivelit evropian, e ka kaluar kalibrin. Ftem për futbollista brenda të nivelit të ri, djem të rinj që s'kan atë përvojë që prisnim ne, ose s'luajnë ku luan Zhegrova, ku luan Rashica e të tjerë. Pse? Sepse aty është meritokracia maksimale. Kush ka minutazh, kush përgjigjhet grupi. E dyta është që çdo trajner ka idete vete për grupin. Pastaj ka lojtarë që janë shumë të mirë me skuadrat e tyre, po kur vinte kombëtarja duhet të rregullohen me varianten që ka trajneri, me idet që ka trajneri, por edhe me grupin e lojtarëve për plotësuar njëri tjetrin. Natyrisht që duhet thënë që besoj, mendoj dhe ato që kam lexuar nga kosovarët që dihet ajo edhe Juventus i vet ato Zhegrova në detyrat mbrojtëse nuk është fort i mirë. Tash ne jemi ekip, kur them ne Kosova dhe Shqipëria, jemi ekip që duhet më shumë të luftojmë dhe drejt mbrojtjes, pastaj të mendojmë për sulmin. Dhe ai në këto detyra i di trajner, por zakonisht skuadra që fiton është vështirë ta lëvizësh. Ky e bën ky joni, ky ka bërë Silvinjo, po Foda nuk e bën atë gjë. Besoj do jetë ajo që ka qenë atje, besoj do jetë prap skuadra. Që do të luaj sot. Besoj që Ervini e di më mirë dhe se unë, se isha aty pranë dhe ka ndonjë ide. Baku do të jetë i njëjtë formacioni me përballjen kundër Slovakisë? Çfarë po diskutohet në afërsitë kombëtare? Kosova luan me një sistem 3-5-2, pra 3-5-2 kur sulmon dhe 5-3-2 kur mbron, do jetë natyrisht Murić në port, do jetë Hajrizi dhe Hajdari dhe Delova treqja e mbrojtjes, në krah do të jetë Gallapeni dhe Vojvoda, në qendër mes fushës do jetë Rexbecaj, nga ana tjetër do jetë Muslira dhe Hoxha, dhe në majën e sulmit do jenë dyjet e Kosovës, Vedat Muriqi që është goçanuesi i dytë i Primera Divizion pas Kylian Mbappé dhe Fisnik Aslani që po shkëlqen në Bundesliga me Hoffenheim. Pra, me gjas, edhe pse dje në konferencë për shtyp Foda mendoj që edhe mund ta filloj Zhegrova si titular, pra i ka dhënë një derë të hapur, por Kosova ka një luks të madh
në stol ka lojtar si Zabërgja, që shkruaj ti historinë me Dinamon, teksa eliminuan Hajdukun e Splitit, ka lojtar të tjerë si Rashica, si Zhegrova, pra ka luksin e zgjedhjes trajneri Fonda, dhe ashtu si që tha me të drejtë kolegu Gjevdet Zekaj, në Kosovë primare është meritokracia, pra atë rregull që Fonda e bëri që në fillim të eliminatore që do të luaj, ai që luan në klub, ai që meriton, po e zbaton dhe sot e kësaj dite. Ndërkohë që Silvinjo gjatë rrugës çedoi. Ndërkohë, Baku, tek përzgjedhja e fanellës, mos gaboj ke fanellën e Cikaleshit. Pse kjo zgjedhje? Jo, është numri i Cikaleshit, në fakt, po është një panel e vjetër e kombëtares së Shqipërisë, sepse Kosova si Shqipëria Veriindore, unë sot kam veshur një panel që përfaqëson të gjithë përpjekjet me dekada vjeçare të shqiptarëve për të qenë në një botror. Uroj me shpirt dhe zemër që sot të shkojmë në botror, sepse Shqipëria do të jetë e përfaqësuar me një kokë të shqiponjës. Baku, ka shumë shqiptarë të Shqipërisë që kanë ardhur nga ajo çfarë ke vëzhguar në terren ose ndjenin tënde kanë arritur të marrin bileta? Jo, bileta nuk ka shans të gjesh një bilet. Në këtë stadium sot nuk ke ku të ngulësh një gjilpër, apo ashtu si që tha, si që ishte batuta e legendarit, dritë pas të atje lartë Ismet Bellovas, do ketë ku të hedhësh një kokër molle. Po sot në stadiumi Fadil Vokri nuk do ketë ku të ngulësh një gjilpër. Biletat janë kanë avulluar për 2 orë, që për para shumë. Mi po, natyrisht është e martë, është ditë pune, por unë mendoj që ka shumë shqiptarë që do t'jenë aty në sheshin Nën Tereza, që ta bëjmë sot, ta djegim sot Prishtinën në mënyrë figurative.